Si ta njohësh ziliqarin, cilat janë shenjat e tij dhe si ta mbrosh veten prej tij. Shenja e parë e ziliqarit është se çdo herë kur shet tek ti ndonjë mirësi apo ndonjë arritje suksesi, ai nuk të uron për atë mirësi, por i ndryshon ngjyra e fytyrës së tij, sikur po dëshiron largimin e asaj mirësie nga ti. Shenja e dytë është se ziliqari pyet shumë në lidhje me ty, për atë se ku ke qenë, çfarë ke bërë, çfarë ke blerë e kështu me radhë. Shenja e tretë e ziliqarit është se çdo herë kur ai të viziton, pas vizitës së tij ndodhin gjëra të çuditshme në shtëpi, si urrëtie, konflikte mes anëtarëve të familjes pa ndonjë shkak të rëndësishëm. Shenja e katërt është se ziliqari injoron sukseset e të tjerëve, ndjehet keq kur të tjerët arrin suksese, dëshiron që të gjithë njerëzit të dështojnë e vetëm ai të ketë sukses. Parashtrohet pyetja, si ta mbrojmë veten prej tij, duke e lexuar surën El Falaq në vazhdimsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj, i mbështetem Zotit të agimit, min sharri ma khalaq, prej dëmit të çdo krijese që ai e krijoi, wa min sharri ghasiqin idha waqab, dhe prej errësirës së natës kur ngriset plotësisht, wa min sharri naffathati fil uqad, edhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryn nyja, wa min sharri hasidin idha hasad, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas smirës vepron. Mësoje këtë sure dhe ndaje atë me të tjerët.